nuk kanë të ndaluar problematikat për sa i përket aksit rrugor Qukus-Qef Ploç. Në fakt, me ardhjen e shirave të dytë në këtë fillim janari, kanë filluar problematika të shumta. Një shëmbje tjetër e masivit të dherave dhe shkëmbimeve është regjistruar vetëm pak metra larg shembjes së parë të masiveve, e cila ndodhi në muajin dhjetor. Në fakt, përposa e pjesë, një episod tjetër është regjistruar në orët e drekës, ku një mjet i cili qarkullonte në këtë aks rrugor, në dalje të tunelit, në momentin që ka dalë, ka rëshkitur një sasi e masiveve të dherit dhe e ka zënë poshtë. Fatmirësisht janë regjistruar vetëm dëme materiale, nuk ka pasur të lënduar. Në fakt, ky aks përgjatë gjithë segmentit që në Qukus deri në Qef Ploç ka problematika të shumta, rëshqitje sidomos në periudhë të shiut apo në periudhë të ngricave. Saksojmë që nëse vazhdon të jetë i tillë, ky aks kthehet në një rrezikshmëri të dukshme për të gjithë ata të cilët e përdorin. Shpresojmë që të mos ketë të lënduar, të mos ketë njerëz të cilët do dëmtohen nga kjo rrugë, por e rëndësishme është që autoritetet të thrasin mendjes dhe të mos e lejojnë më që të ndodhi një situatë e përsëritur. Sot është dëmtuar një mjet për herë të parë nga rrëshqitjet e dherave, por kjo situatë duhet mbetet e lokalizuar dhe nuk duhet përsëritet më. Prandaj apeli është emergjent për institucionet të marrin sa më shpejt masa për të marrë seriozisht me këtë situatë, me mënyrën teknike të vetë rrugës, e cila paraqit rrezikshmëri në gjithë segmentin e saj.